Shikues të nderuar të televizionit Adeu, ju përshëndesi, jemi rikthyer në këndin e intervistës, ku do zhvillojmë një diskutim, një intervistë me sinoptikane Nanira Gjoni, lidhur me parashikimin e motit sa i përket muajit qershor, por jo vetëm, edhe temperaturat si do të paraqiten ato në muajt në vijim gjatë stinës së verës. Gjoni, të përshëndes dhe faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit ju. Sa i përket muajit qershor, si paraqitet situata meteorologjike? Atëherë presim që ky muaj, pjesa e mbetur, më saktë le të themi e muajit, presim që të mbyllet me temperatura të larta, ashtu siç nisi, dhe me mungesë të reshjeve, që në fillim e kemi cilësuar si një muaj me mungesë të reshjeve dhe me temperatura të larta. Për gjatë kësaj jave nuk presim që për ditët e mbetura të javës, nuk presim që temperaturat maksimale të ajrit të kalojnë 34 gradë, kjo në zonat e ulta ku arrin edhe maksimalet, ndërsa sa i takon minimaleve të natës, presim që të luhaten në vlerat 17 dhe 18 sërish e theksojnë në zonat e ulta, ku arrin edhe këto maksimumet të temperaturave të ajrit. Fenomenet klimatike si do të ndikojnë gjatë sezonit të verës në këtë periudhë? Për gjatë viteve të fundit, për shkak të ndryshimeve klimatike, është vënë re dhe rritja e shpeshtësisë së ndodhjes së valëve të nxehtit. Ashtu siç për gjatë kësaj jave ne përjetuam një valë të nxehtit, ku kulmin e kishte në ditën e hënë për vendin tonë, ndërsa për gjatë javës nuk presim që të kemi rritje apo të kalim të temperaturave ashtu siç e thash të 34 gradëve. Ndërsa nëse e themi në përgjithësi, kemi rritjen e frekuencës dhe të intensitetit me të cilin goditet jo vetëm vendi ynë, po dhe rajoni nga valët e të nxehtit. Për të ndalur tek rajoni, si do të paraqitet atje situata meteorologjike gjatë muajit qershor, por jo vetëm, korriku, gushti gjatë muajve të verës? Presim që kjo verë të jetë një verë e nxehtë, sigurisht, ndoshta e treta më e nxehta e këtyre viteve të fundit, por me një diferencë në temperaturat mesatare të ajrit prej 1 apo 2 gradësh më të ulta se sa vera e vitit 2024. Kjo nuk do të thotë që do të jetë një verë e freskët, absolutisht, do të jetë një verë me temperatura të larta dhe në përgjithësi me mungesë të reshjeve. Çfarë ka ndikuar në këto temperatura të larta? Temperaturat kanë ardhur në trend rritës për gjatë viteve të fundit. Kjo është vënë re në 30 vjeçarin e fundit, jo vetëm në këto 5 vite, me një rritje prej mesatarisht 1.5 gradësh. Flasim gjithmonë për vlerat e temperaturave mesatare të ajrit, si atyre maksimale dhe atyre minimale. Për gjatë stinës verës është vënë re një rritje më e madhe e temperaturave se sa gjatë muajve të tjerë të vitit apo stinëve të tjera. Pra parashikohet një verë e nxehtë, cila mund të ishte thirrja juaj për qytetarët në këto ditë të nxehta të verës? Për gjatë këtyre ditëve të nxehta, sidomos në orët e pikut, ku arrihen edhe maksimumet e vlerave të temperaturave maksimale, të shmanget dalja jashtë apo qëndrimi në diell për orë të zgjatura, kryesisht për moshat, siç ekspertët e shëndetit e thonë, sepse nuk është se e themi ne, duhen shmangur moshat e reja, fëmijët edhe kryesisht pra moshat e mëdha, ato që janë më të prekshëm nga këto valë të nxehtit, dhe duhet qëndruar, këto më shumë i thonë ekspertët e shëndetit këto sa i takon masave që duhen marrë për pjesën e valëve të nxehtit. Ajo çfarë ne mund të bëjmë është përshtatja tashmë ndaj këtyre ndryshimeve klimatike dhe kjo i takon parashikimit të hershëm për të paralajmëruar në kohë për atë çfarë pritet të ndodhë për shkak të kushteve ekstreme të motit, kjo jo vetëm gjatë stinës së nxehtë siç është vera, po edhe në stinën e dimrit, ku bëhet një paralajmërim për ngjarjet ekstreme si meteorologjike dhe hidrologjike, ku mund të citojmë apo përmendim përmbytjet. Ndërsa për stinën e nxehtë, me rritjen e temperaturave duhet patur kujdes për shkak të rrezikut që vjen nga zjarret. Pasi për gjatë këtij sezoni presim që sigurisht të kemi praninë e zjarreve në pyje, për të mos përmendur shkaktarin fillestar, ku në përgjithësi shpesh
i takon sigurisht faktorit njerëzor, por kushtet atmosferike janë ato që rrisin probabilitetin për përhapjen e këtyre flakëve pra apo të zjarreve në pyje. Dhe temperatura më të larta të shoqëruara me elementin e erës, e cila fryn mesatare, rrit mundësinë për përhapjen e zjarreve. Prandaj duhet patur kujdes në këtë pjesë. Nga parashikimet, cili muaj mund të jetë më i nxehti? Pra, ishte qersori apo mund të pritet edhe korriku, gushti? Për të dhënë një analizë se si është muaji qershor, do duhet ne të presim dhe gjithmonë analizat apo ajo përpunimi i të dhënave meteorologjike bëhet mbi të dhënat e matura në terren. Nuk mundemi që të flasim në analiza sa i takon parashikimit, pasi ato gjithmonë ngelen në kuadrin e parashikimit dhe vinë nga të dhënat satelitore. Për të dhënë një panoramë të plot, do duhet që të presim fundin e muajit qershor, mlidhen të gjitha të maturat, të dhënat pra të matura nga terreni dhe bëhet një analizë dhe një përpunim i tyre për të dalë në përfundime se si vërtet se çfarë ndodhi vërtet pra për sa i takon kushteve atmosferike për qershorin. Në kuadër të parashikimeve, ku aktualisht ne mundet të flasim, presim që këto 2 javë të qershorit të jenë pak me temperatura më të ulta se sa java e parë apo 10 ditëshi i parë, ku ditën e hënë janë shënuar temperatura deri në 37 gradë. Nuk presim që vlerat e këtyre ditëve t'i kalojnë 35 gradë, të paktën në këtë javë, jo. Dhe sa i takon pjesës së mbetur për korrikun dhe gushtin, nëse i referohemi databazës apo karakteristikave të secilit muaj nga ana meteorologjike, muaji korrik është ai që ka dhe vlerat më të larta të temperaturave të ajrit dhe ka mungesën e reshjeve më të theksuar në raport me qershorin dhe gushtin. Kështu që edhe si vjet presim që muaji korrik këtë arrit temperatura më të larta. Ajo çfarë është vënë re dhe duhet përmendur për gjatë viteve të fundit, si anomali e stinës së verës, është një tipar që është vënë re, nuk kemi thyerje të rekordeve historike sa i takon vendit ton nga vlerat e matura. Pra nuk mund të themi që janë thyer ato rekordet historike që vazhdojnë të qëndrojnë në vendmatjen e Kuçovës. Ka ndodhur të zgjatja e numrit të ditëve me temperatura mbi 35, çka do të thotë se kanë qëndruar në vlerat rreth 40 për disa ditë me radhë. Kjo si shkak i valve të nxehtit që kanë përshkruar vendin ton dhe rajonin, sigurisht se nuk kalon masa vetëm mbi vendin ton. Ajo çfarë është tjetër vënë re, përveç temperaturave maksimale të ajrit, të cilat kanë qëndruar për ditë me radhë mbi 35, gjithashtu dhe temperaturat minimale të ajrit kanë shënuar vlera mbi 20 për net të tëra me radhë, çka do të thotë se kemi patur net tropikale. Dhe mund të themi që kemi 3 fishimin e numrit të netëve tropikale në vendin Pra tonë. netët janë Mbi 20 gradë Celsius, temperatura minimale e ajrit për natën, që regjistrohet rreth orëve të mëngjesit, rreth orës 5 apo 6 të mëngjesit në stinën e verës. Anira, sa i përket parashikimeve, kemi një pjesë edhe të popullit që janë pak skeptik. Janë gjithmonë të vërteta parashikimet e motit? Sigurisht që parashikimi ka përqindjen e sigurisë të vetën. Nëse ne i referohemi, siç tani po flasim për verën, që janë parashikime afatgjata dhe afatmesme, kanë përqindjen e tyre të sigurisë, por ajo çfarë mundemi të themi me siguri dhe që të kemi ajo çfarë ne bëjmë si institucion sa i takon parashikimit të rreziqeve natyrore, bëhet parashikimi 5 ditë përpara nëse kemi një ngjarje ekstreme të motit dhe parashikimi i motit na shërben si input për pjesën e rreziqeve natyrore, pasi fokusi jonë është kryesisht tek rreziqet natyrore dhe jo thjesht parashikimi i motit nëse ka shi nesër apo sa do shkoj niveli i temperaturës, pra thjesht në grad e matur, pasi ne këto të dhëna, sa i takon parashikimit të motit, i përdorim për të paralajmëruar rreziqet natyrore. Anira, për ta përmbyllur, pra na pret një verë e nxehtë, cila është hyrja juaj? Na pret një verë e nxehtë, tashmë jemi mësuar me këto temperatura të larta, të cilat na kanë shoqëruar vit pas viti. Presim që edhe muaji korrik dhe gusht të jenë muaj të nxehtë. Qershori nisi me temperatura shumë të larta, ndoshta u ndjen më shumë sepse për gjatë majit kishim temperatura
kishim disa ditë me temperatura relativisht të ulta për muajin maj dhe ardhja e menjëhershme e temperaturave të larta të ajrit u ndje më shumë dhe shkakton edhe probleme sa i takon edhe pjesës së rutinës apo përditshmërisë së njerëzve. Edhe një element tjetër që vihet të re si pasojë rritjes së temperaturave, që ndoshta vlen të përmendet sepse prish rahatin apo përditshmërinë e njerëzve, është edhe rritja e amplitudës së temperaturave. Si mund ta përkthejmë ndryshe? Rritja e temperaturave maksimale të ajrit është më e lartë se sa rritja e temperaturave minimale të ajrit. Dhe duke qenë se të dyja kanë trend rritës, por temperaturat maksimale shkojnë në një rritje më të theksuar, kjo do të thotë që amplituda pra ndryshimi mes këtyre dy temperaturave është më i thellë. Dhe është ajo që shpesh herë marr si pyetje që pse në mëngjes është më freskët dhe dita pastaj bëhet më e nxehtë. Pra kjo po vjen duke u theksuar, sepse rritja e temperaturës maksimale është më e madhe se sa rritja e temperaturës minimale të ajrit. Anira, të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishim deri në këtë momente me Anira Gjonin, sinoptikane IGE-UN, për të përcjell detaje sa i përket parashikimit të motit për muajin qershor, por jo vetëm, edhe gjastinës së verës në muajt në vijim. Bashkë, mirupafshim.